A pranohet abdesi me produkte kozmetike ose me make-up ose duhet me la me sapun? Unë nuk e di detajet e këtyre produkteve se a janë produkte që e pengojnë depërtimin e ujit në lëkur apo nuk e pengojnë. Nëse janë që e pengojnë, atëherë normal që duhet me la me sapun. Nëse janë jo penguese depërton uji, atëherë mos e laj me sapun. Nuk jam ekspert, as nuk di detaje, as nuk kam të lexuar në këtë pikë. Por ne e dim që çdo gjë e cila pengon depërtimin e ujit në lëkur gjatë abdesit, kjo nuk lejohet e nuk pranohet abdesi. Prandaj ti pyeti ekspertët e kësaj fushë, të kozmetikave dhe të make-upit që kanë këto, ata të sqarojnë detajet. Kjo para e dyta, pastaj edhe pse s'ka të bëjë me pyetjen, por kozmetika dhe këto zbukurimet e femrës duhet kemi parasysh me islam, pra nuk po muj me ikë pa përmend, para kuj me zbukuru, sa me zbukuru edhe para kuj lejohet që të dalesh me ato zbukurime. Normal, nuk po du me bo përgjigje tjetër për këta, por me pas pak kujdes, sepse ka kufi edhe duhet me ditë para kujt lejohet me dal femra e zbukurume. Allah na përmirësoft.